A me pagujt banes me qira, apo me marr me kredi dhe në fund të mbet banes. Merr kredi, ndërton xhami, nëse e bajnë hoxhallarët, ajo në fund mbetet haram. Edhe rrimën kur i pagun fakturat mund të ketë kamat. E shet që në to shkruan pa kamat. Unë e ble pa kamat dhe nuk vonohem, çdo muaj e paguaj. Kur ka mundësi njeriu të arsyetohet? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku me lejen e Allahut azza wa jall në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, të cilat janë të rëndësishme për secilin prej nesh, të cilat ne si musliman duhet t'i njohim, duhet t'i dim, duhet të mundohemi të jetojmë, të punojmë, të veprojmë në atë mënyrë që nuk i thyejmë dhe nuk i kalojmë kufit e Allahut azza wa jall. Jemi në temat e shitblerjes, në temat e tregtisë, në temat e punës, në një kapitull i cili është mjaft i rëndësishëm që ne duhet t'i kushtojmë vëmendje. Kemi filluar dhe kemi thonë disa fjalë në lidhje me tregtin, në lidhje me shitblerjen, e cila në esencë në Islam është halal. Tregtia është halal, shitblerja në Islam është halal, mund të bëhet haram për arsye të caktuara. Gjërat të cilat e bëjnë haram një tregti, një shitblerje, një punë, në shumicën e rasteve mund të përkufizohen për 4 arsye, për 4 shkaqe, ndonjë punë, ndonjë tregti mund të bëhet haram. Shkaku i parë të cilin e kemi përmendur dhe ka mbetur gjithashtu të themi edhe disa fjalë, shkaku i parë që një tregti, një shitblerje mund të bëhet apo është haram, është shkaku i kamatës. Nëse në një punë, nëse në një tregti, nëse në një blerje tënden apo shitje tënden, nëse në atë ka kamat, ajo është haram. Ajo është ndaluar prerë rrepsisht në fenë Allahut azza wa jall. Një gjë e tillë është haram. Allahu azza wa jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullah." O ju që keni besuar, o ju musliman, keni frik Allahun azza wa jall. Wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Dhe qëndroni larg nga ajo e cila ka mbetur prej kamatës nëse jeni musliman. Pra a jeni musliman? Po, largohuni prej kamatës. Qëndro larg ndaj çdo gjëje e cila ka të bëj me kamat. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë i cili merr kamat, atë i cili e han kamatën. Kështu ka ardhur në hadith, ai i cili e han kamatën, pra ai i cili merr, pastaj ai i cili jep, pastaj ai i cili
nënshkruan, pastaj ai i cili dëshmon. Këta të cilët marrin pjesë në disa raste, dikush prej njerëzve thot, është në rregull, është e qartë, e kuptueshme, ai i cili jep kamat, ky është ai fajtori. Mirë, po ai i cili merr, ai ka ndonjë zor, ai ka ndonjë arsye, ai nuk ka ndonjë gjuna, se ai nuk është duke e bë, ai është duke e marr. Ndërsa në realitet, ai i cili është duke e marr, është bashkë me atë i cili është duke e dhënë. Për çfarë arsye? Mos me qenë ky që e merr, ku mbetet ai që e jep? Dikush jep të holla me kamat. Mos me qenë dikush i cili merr prej atij, ai ku do t'i jep? Andaj rastisht në hadith kanë ardhur të dy bashk. Ai i cili jep dhe ai i cili merr, të dy kanë ardhur në hadith në të njëjtën kategori. Në fund të hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hum sawa", ata janë të njëjtë. Këta katër që janë përmend në hadith, këta janë të njëjtë. Edhe ai i cili jep, edhe ai i cili merr, edhe ai i cili insiston dhe ndërmjetëson dhe të kryen punë që ti më marr kredi, dhe në fund ai i cili garanton dhe dëshmon, të gjithë hyjnë në një kategori të përbashkët. Andaj kamata është e rrezikshme për atë i cili jep dhe për atë i cili merr. Kredia është e rrezikshme. Çka i takon besimtarit? Besimtarit i takon që të qëndron sa më larg prej kamatës. Me çfarë do lloj arsye? Dikush prej njerëzve thot, po, hoxha, ti e ki lehtë me fol, nga se në vendet tona është gjendja pak më ndryshe. Ama në Evropë, në vendet ku jetojmë ne, në disa vende është imponuar. A me pagujt banes me qira, apo me marr me kredi dhe në fund të mbet banesa. Bile, në disa raste, edhe xhamiat bohen me kredi, merr kredi, blin tokë për xhami, merr kredi, ndërton xhami, merr kredi. Dhe tash ti në fund mundesh me thonë që është haram? Jo, ne nuk themi, nuk jemi ne ata që themi, dhe këtë duhet me pas parasysh çdo herë. Nuk jemi ne, nuk është askush, është në pyetje feja e Allahut Azza wa Jall. Në fejën e Allahut Azza wa Jall, kush thot? Thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk thojnë hoxhallarët, nuk thojnë dietarët, po edhe si kur të bëhen bashkë krejt hoxhallarët dhe të thonë që në fund në vendet arabe kamata është haram, në vendet evropiane kamata është halal. Krejt nëse të bëhen bashkë edhe thonë, a ndryshon një dispozit të fesë Allahut Azza wa Jall? Nuk e ndryshon. Nëse e bajnë besimtarët, ajo në fund mbetet haram. Nëse e bajnë hoxhallarët, ajo në fund mbetet haram. Nëse e lejojnë dikush nga dietarët, ajo në fund mbetet haram. Por çfarë arsye? Por arsye se Allahu ka thonë. Dhe pas fjalës Allahut Azza wa Jall, a ka fjalë? Pas fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka fjalë? Në fenë Allahut Azza wa Jall, kur thot Allahu, por besimtarin është vetëm një gjë. Cila është ajo? Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u nështruam. Atë konvenon, ty ja nuk konvenon. Ajo është një temë tjetër. Dëgjuam dhe u nështruam. A ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u kry për neve, dëgjuam dhe respektuam. Dhe kjo nuk është pyetje për ndonjë gjë e cila mund të duket e lehtë, mund të duket e thjeshtë, është një gjë prej gjunaheve të mëdha, prej gjunaheve shkatëruese. Një ditë prej ditëve, dikush prej njerëzve duke kaluar rrugës e pa një njeri i cili ishte deri në atë shkallën më të lartë të dejes. Nuk ishte në vete, kishte pi alkohol aq shumë sa që nuk ishte në asnjë aspekt, në asnjë përqindje në vetdije. Dhe bante gjeste dhe thonte fjalë. Thot ky njeri, kur e pash këtë, i cili ishte e shihja që dëshironte me hyp në han. Keni pa i dehuri në momentin e dejes është
i çmenduri ka mundësi të thot fjalë, ka mundësi që të ban veprime që nuk e ka veten nën kontroll. Dëshironte me hip në han, duke qenë në tokë. I dehur, nuk është në vetdije dhe thonte fjalë të pamundura, thonte fjalë që nuk kanë logjik. Dhe kur e pash në atë gjendje, u preka shumë, u emocionova shumë. E pash njeriun të mbrin në atë shkallë, të humb vetdijen, të flet dhe të vepron atë që nuk i takon njeriu të shëndosh, thash, nuk ka ndonjë gjë më të keqe që e fut njeriu në veten e tij, në trupin e tij se sa alkooli. Nuk ka diçka më të keqe që njeriu e fut në trup se sa alkooli. Derisa thash, unë e shkurorzoj bashkëshorten nëse ka ndonjë gjë më të keqe që njeriu e fut në trup se sa alkooli. Dhe kështu e kam përdorur në disa raste. Unë e lëshoj, e shkurorzoj bashkëshorten nëse ka diçka tjetër. Pse? Se nuk ka diçka që njeriu e fut në trupin e tij më të keqe se alkooli. Mirë, po pastaj fillova të mendoj, ndoshta mos kam gabuar. Atëherë ky njeri u drejtua te Imam Maliku. Kështu dhe kështu ka ndodhur dhe unë kështu kam thënë, nuk ka ndonjë gjë më të keqe që njeriu e fut në trup se sa alkooli. A shkurorzuar, a llogaritet ky shkurorzim i bashkëshortes? A ka ndonjë gjë më të keqe që njeriu e fut në trup se sa alkooli? Imam Maliku tha, kthehu edhe hajde nesër, unë do mundohem që të jap përgjigje. Erdhi ditën e dytë, mirë, po Imam Maliku ende nuk i jep përgjigje. Kthehu, hajde ditën tjetër do të jap përgjigje, derisa erdhi ditën e tretë. Ditën e tretë, Imam Maliku tha, shkurorzimi jot llogaritet. Shkurorzimi jot vlen. Por çfarë arsye? Tha, nga se kam gjetë në Kur'an një gjë e cila mund të futet në trupin e njeriut dhe e cila është më e keqe se alkooli. Dhe e keqja më e madhe që mund të futet në trupin e njeriut është ajo e keqe që Allahu e ka përmendur në Kur'an. Cila është ajo? Tha, e kam pa që vetmja gjë që Allahu e ka përmendur në Kur'an dhe atë i cili e vepron e merr atë, atij Allahu i shpall luftë, ajo është kamata. Nuk ka diçka më të keqe që njeriu e fut në trupin e tij se sa kamata. Andaj ai i cili merr kamat, ai i cili merr kredi, nuk ka ndonjë gjë, ka shumë gjëra që janë haram. Edhe alkooli është haram, edhe mishi i derit është haram, edhe pasuria me arsye tjera të ndaluara bëhet haram. Mirë, po atë të cilën e merr me kredi, me kamat, ajo është më e keqja që njeriu mund ta fut në trupin e tij. Këtij njeriu Allahu Azza wa Jall i tha në Kur'an, fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Ky njeri është në luftë me Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj mëkati është i madh, andaj gjunahu është i madh, besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm nga çdo gjë e cila ka të bëjë me kamat. Shitja me kamat, blerja me kamat, puna me kamat, çdo gjë në të cilën ka kamat është e rrezikshme. Besimtari duhet të mundohet të qëndron sa më larg. Por çka do që të bëhet fjalë? Për çfarë do punë që të bëhet fjalë? Një gjë e tillë është haram. Kur ka mundësi njeriu të arsyetohet, ka mundësi njeriu të arsyetohet nëse ajo i imponohet nga shteti apo ndonjë arsye tjetër që nuk e zgjedh. Ka mundësi e pagun rrimën, dikush thot pa, ma edhe në rrimë, edhe rrimën kur i pagun fakturat mund të ketë kamat. Edhe ujin, edhe një gjë tjetër, nëse ta ka imponuar shteti, nuk i zgjidhje, atëherë shpresojmë që insha Allah nuk ka gjuna. Ama me shkuar ti vetë
me kamët e tua, me hapat tua, me kërkua kredit, me nënshkruajt atë, me ba marrëveshje me dëshirën tënde, duke llogaritur zor një gjë që sheriati feja Allahut Azza wa Jall nuk e ka llogaritur zor, një gjë e tillë mbetet në gjunahun e madh, në shkallën më të lartë të këtij harami. Andaj besimtari duhet të ketë shumë kujdes. Në disa raste veprohet, shihet, duket që disa gjëra shiten. Dhe ti kur hin dhe interesohesh, e shet që në to shkruan pa kamat. Ti don me ble për shtëpi, për familje, po qoftë edhe për qejf ndonjë gjë, krejt është në rregull. Ti e sheh shkruan pa kamat. A ban me ble një gjë të tillë? Në aspektin e jashtëm duket pa kamat. Mirë, po besimtari duhet të interesohet në realitet, jo në letër, jo në letër. Në realitet një gjë e tillë, a ka kamat ajo? Dhe nëse ju ban pyetje dhe interesohesh, në rregull, unë dua me ble këtë. A është pa kamat? Po është pa kamat, në rregull. Nëse është pa kamat, unë dua me ble, kjo blerje është halal, mirë po. Nëse unë paguaj me rata, me kiste, dhe nëse unë vonohem 1 muaj 2, çka ndodh? Nëse ti vonohesh, ka kamat. Subhanallah. Atëherë ti e shet që në realitet, në atë shitblerje ka kamat, ama shkruan pa kamat. Në realitet ka kamat. Dikush thot, po unë nuk vonohem, unë e ble pa kamat, dhe nuk vonohem, çdo muaj e paguaj. Nuk ka siguri, nuk ka garancë për askant. Nuk ka siguri, andaj në fejnë Allahut Azza wa Jall, vetëm kontratën nëse e ban. Ti në atë moment duhesh me bë kontratë, duhesh me bë marrëveshje, që unë e blej një gjë të tillë pa kamat. Mirë, po aty ekziston. Nëse ti vonohesh ka kamat, vetëm këtë nënshkrim, këtë marrëveshje, nëse e ban, ti indirekt, ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ti me gjithë atë këra në kamat. Andaj një shitblerje e cila shkruan pa kamat, në brendi të saj ka kamat, në fund është e ndaluar. Kur është e lejuar? E lejuar është nëse është në realitet pa kamat. Çka do me thënë pa kamat? E ki ta paguash atë me rata, me kiste. Nëse vonohesh, s'ka kamat. Vonosh 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, a ka kamati? Jo, çmimi mbetet fiks. Nëse është 1.000 euro, edhe nëse vonosh mbetet 1.000 euro. Pas 1 viti, 1.000 euro. Nuk shtohet në momentin që e ban kontratën, e cila ka mundësi të shtohet, një gjë e tillë ka kamat dhe është e ndaluar. Andaj ne si musliman duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që mos të bijem në gjunahe të tilla, në mëkate të tilla, të rënda të mëdha, ndonjëherë me vetdije e ndonjëherë edhe pa vetdije. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ruan prej kamatës, Allahu të na ruan prej kredis, Allahu të na ruan prej fitimit të pasurisë me haram, Allahu të na ban prej atyre që jetojmë me halal, punojmë me halal, ushqejmë familjet tona dhe fëmijët tonë me halal, jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur dhe i adorëzojmë shpirtin Allahut Azza wa Jall ashtu si Allahu është i kënaqur. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.